Në Serie B ka nisur një garë e mirëfillt mes futbollistëve shqiptar sa u përket golave të shënuar në këtë edicion. Ata që kanë rënë më shumë në sy janë dy binjakët Christian dhe Steven Shpendi, por pas krave të tyre po ecën me një ritëm mjaft të mirë edhe Silvio Merkaj. Sulmuesi Sut Tirolit po shënon me rregullsi në këtë edicion në Serie B dhe dje ka realizuar përballë asaj që shumë kush e cilëson si skuadra më e fortë e kampionatit, Venezia. Në ndeshjen e djeshme në fillimin e pjesës së dytë, Merkaj përfitoi nga një harkim nga e djathta për të shënuar me kokë në portën kundërshtare, atë që ishte goli i avantazhit të përkohshëm 1-0. Ky ishte goli 8 i sezonit për sulmuesin në Serie B, ku si numër më të lartë realizimesh kishte atë 6 të sezonit të kaluar. Pak muaj para se të niste eksperiencën te Sut Tiroli në vitin 2023, sulmuesi mori ofertë nga Partizani për të transferuar në superiore, por në fund e refuzoi atë.